paraprakisht, pra është marrë në mënyrë retrospektive dhe janë vlerësuar pjesa e këtyre fëmijëve për sa i përket zhvillimit nëpërmjet videove që kishin bërë prindrit, përpara se këta fëmijë të diagnostikohen me autizëm dhe të aplikonin vaksinën e frutit, nuk kam parë që shenjat kanë qenë aty. Pra, është një çrregullim i cili gjithnjë më shumë po vije diagnoza në moshë të hershme, po ulet mosha e vënies së diagnozës, sepse ngjarjet e ndërgjegjësimit të prindërve, informacionet e shumta që kanë në rrjetet sociale, por dhe profesionistëve të shëndetësisë, po shikohet që shenjat në një pjesë të madhe të rasteve janë aty që herët, që para moshës 1 vjeç, apo rrotull moshës 1 vjeç, në një pjesë të rasteve dhe më vonë, por në një pjesë të madhe të rasteve dhe para kësaj moshe. Pra, autizmi ka qenë aty. Përkeqësohet, shfaqet, rritet graviteti, bëhen shenjat më të dukshme, ndoshta në një moment tjetër më vonë, por kjo nuk do thotë që kanë qenë vaksinat ato që kanë shkaktuar autizmin. Pra, përgjigjja e shkencës e deri tanishme është jo. Nuk ka një lidhje midis vaksinave dhe autizmit.